Qeveria amerikane ka vendosur të rriqet të paktën përkohësisht nga nënshkrimi i një marrëveshje financimi me grupin hungarez 4IG. Marrëveshja midis 4IG-s e Korporatës Financiare Ndërkombëtare të Zhvillimit të SBA-s do të nënshkruhej në Budapest të martën në mëngjes, por në minutën e fundit u lajmërua anullimi i saj. Ceremonia e nënshkrimit do të mbahej në selin e 4IG-s, por pak para fillimit të eventit, të ftuarit morën një mesazh nga drejtori ekzekutiv Geller Yalçay, që informonte për anullimin e programit. Sipas Havge, delegacioni amerikan është larguar tashmë nga Hungaria. Geller Yalçay zhvilloi bisedime me partnerët strategjik amerikan të kompanisë e zyrtarë qeveritar të Washingtonit në fillim të gushtit. Diskutimet të përqendruan në zgjerimin e bashkëpunimeve të 4IG-s në sektoret e hapësirës, mbrojtjes, energjisë e zhvillimit të infrastrukturës digjitale, si dhe në mundësitë rajonale të investimeve të kompanisë. Një pikë ulmore e vizitës ishte një takim me drejtuesin e DVC-s. Geller Yalçay u takua me Conor Coleman, drejtorin kryesor të investimeve të kompanisë, e gjithashtu Christopher Pivenis, një antar i bordit të drejtorëve të DVC-s.